Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cili është ai pejgamber që u gëlltit nga balena? Profeti Allahut Yunusi alayhi salam. Për sa vite i zbriti Kurani të dërguarit alayhi salam? Për 23 vite. Cili pejgamber ka thirrur 950 vite? Nuhu alayhi salam. Çfarë është Israja dhe Miraxhi? Udhëtimi që bëri profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, brenda natës, mrekulli prej të Madhit Zot, e bëri nga Mekka për në Quds, më pas drejt qiellit deri në Sidratul Muntaha. Cila sure fillon pa Bismillahirrahmanirrahim? Surja Tauba, Baraa. Cili është libri më i saktë pas Kuranit? Sahihu i Bukharit. Sa grada ka xheneti? 100 grada. Sa herë ka kryer umrën Muhamedi alayhi salam? 4 herë. Cila është krijesa më e madhe që krijoi Allahu? Arshi i Allahut lartësuar. Si quhet nëna e Isait alayhi salam? Merjemja, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Cila ishte dëshmorja e parë në Islam? Sumeja, nëna e Jasirit. Një sure në Kur'an është emërtuar me emrin e një gruaje. Si quhet ajo sure? Surja Maryam. Si quhen shokët e Muhamedit alayhi salam? Sahabe. Cili namaz falet pa ruku dhe pa sejdë? Namazi i xhenazes. Cili është surja më e shkurtër në Kur'an? Surja Al-Kauthar. Sa është shpërblimi i një namazi të falur në Qabe? 100.000 namaze. Lutim Allahun e lartësuar që të na mundësoj ta vizitojmë Qaben. Allahu shpërbleft hoxh. Amin.